Në prezencën e familjarëve, miqve e personaliteteve publike, të premtën në ambientet e librarisë Dukagjini, u promovua libri Explore Kosova i autorit Bujar Gashi. Fotografi i çmimeve ndërkombëtare u shpreh i lumtur që arriti ta jetësoj këtë libër, përmes të cilit dokumentohen historia, trashëgimia e mrekullitë natyrore të vendit. Explore Kosova, siç e përmendë Diana, ka qenë një ëndër e ime që të realizohet. Dhe kjo u jetësua, përgjithë falë bashkëpunimit EPS-s kom dashur ta kemë një të tillë në atë mënyrë që mos të kemë momente ashtu që unë nuk kam qenë. Po ka qenë aeroporti i Prishtinës, adresa e fundit që kom dashur ta shfrytëzoj në realizim të këtij botimi. Në panel për të folur rreth librit Explore Kosova, shkrimtarja britanike Elizabeth Going tha se shkrepjet e tij shpesh ishin bërë shkak si vizitave të saj nëpër Kosovë. Titulli i librit quhet Explore Kosova, do të zbulojë Kosovën. Dhe unë pak minutet më parë kam gjetë kohën për me bë pak një sfidë vetë, se dim për sa prej fotografive unë vetë kam vizituar ato vende. Pra unë nuk e kam zbulu Kosovën siç e keni bërë ju, mirë po ka shumë vende aty që për mua kanë kujtime të bukura, edhe besoj që për secilin që merr do të ndezin ato kujtimet e bukura, ose do të ndezin një mali ose një dëshirë për me shku në vendet që nuk kanë shkel. Aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës ishte mbështetës për finalizimin e librit që Gashi e kishte synuar ndër vite. Në vetëm një libër i cili shfaq fotografi apo peizazhe të ndryshme, por në vetë përmban historinë e popullit shqiptar, gjeografinë e Kosovës, po ashtu edhe vlerat kombëtare, duke pasur parasysh që ky libër është ndarë në rreth 4 pjesë. Pjesa e parë, njëra ndër pjesën e librit apo komponentët e librit paraqet vendet arkeologjike të Kosovës, më pas kemi peizazhe, kemi po ashtu edhe monumente historike, duke përfshirë edhe ato religjioze, kemi kisha dhe xhamia, një nga vlerat kosovare ku kemi një mirëkuptim apo kemi një mirëqenie në Kosovë. Që në fletat e para të këtij volumi paraqitet historia e lavdishme e popullit shqiptar. Me Bujarin fatmirësisht njihem përmes profesionit, tash 7 vjet. Edhe kujtohet krejt fillimet e para përmes të aeroportit për me bëj jetë ndryshme drejt për drejta e biseda, kështu që të e ka përmend librin, edhe ka pas parasysh që këto fotografitë e bukura që i ka realizuar kudo nëpër Kosovë, një ditë me pas me një volum të tillë siç e kemi sot, ku ka më mirë se me pas një libër të tillë që i përmban krejt informacionet bazike për temën të secilit vend, edhe të trashëgimisë kulturore, edhe të historisë. E keni parë besoj ata që kanë shpjeguar se që për herë parë që kanë parë dhe të librin, e keni parë që në pjesën e parë të këtij libri, këtij volumi është edhe komandanti legjendar Ervin Jashari, gjë që më ka bërë përshtypje shumë sepse me këto duhet në nisë edhe historia e vendit tonë, me u tregu gjithçka. Fotografi Bujar Gashi ka përfaqësuar Kosovën disa herë në ekspozita jashtë vendit. Gjithashtu, fotografitë e tij janë publikuar edhe në revistën e njohur botërore të shkencës e natyrës National Geographic.